Këto janë pamje dramatike që vijnë nga Durrësi, ku ngjashmëria është e parafort me atë të një qyteti të bombarduar nga lufta, ku pas vendosjes së armpushimit, në këtë rast tërheqjes së ujit, banorët kanë nisur të pastrojnë banesat e tyre nga mobiljet elektroshtëpiake apo edhe kafshët shtëpiake që u shkatëruan nga uji. Zonat më të goditura janë ato në Sukth, Sektorinia, Shkozet dhe lagjet të tjera të Ishkënetës. Dëmet në këto zona janë të pallogaritshme, ndërsa dëshpërimi i banorëve te kalon kufit edhe për shkak të braktisjes totale nga shteti. Ajo është shikoni vetë si janë. Jam prish me frigorifer, me bufe, me kundër bufe. Krejt djersa e këtyre 30 vjetëve na ka shkuar dëm për 24 orë. Dëm komplet me frigorifer, tani janë lagur gjithë ato me divane më shumë. Djersa në jetë shkron dëm një 24 orë, tregojnë banorët që tashmë bëjnë bilancin e humbjeve, teksa kërkojnë një zgjidhje afatgjatë nga shteti në mënyrë që katastrofa të tilla të mos ndodhin më. Shohim shumë njerëz që lëvizin poshtë lart, me uniforma, me reklame, me gjëra, deri më sot, siç e shef dhe vet, nuk është bërë asgjë. Kjo nuk është zgjidhje. Unë nuk e doja dhe këtë zgjidhje fare, unë do një zgjidhje që t'jetë afatgjatë, që ne t'jemi të qetë. Banorët në zonat e Ishkënetës, sot i quajtur si Durrësi i ri, kanë tashmë edhe përgjigjen për shkakun e përmbytjeve, duke vendosur gishtin pikërisht te strukturat shtetërore. Taksën që paguajmë, ta justifikojnë pushteti, të na pastrojnë qendrat ku e ka caktuar. I bëj thirrje dhe qeverisë qendrore. Po flet gjumë pushteti lokal. Edhe zgjidhja këtu është për një ndërhyrje faktisht me specialist, me një ekip të caktuar, sepse këtu shumë gjëra janë bërë në mënyrë amatoreske. Tërheqja e ujit nga zonat e përmbytura ka nxjerrë në pa edhe dështimin e bashkisë për të pastruar kanalet kulluese, të cilat siç duket në pamje janë mbuluar nga shkurret dhe mbetjet që pengojnë qarkullimin e ujit.